Emocioni i goli me kombëtarin e Shqipërisë është padyshim një nga ndjesitë më sublime që mund të përjetojë një futbollist. Qëllimi i çdo kujt që arrin të bëhet pjesë e futbollit profesionist është që një ditë të përfaqësojë kombin. Në vjeshtën e vitit 2024, Federata Shqiptare e Futbollit nisi krijimin e një projekti të ri, të quajtur Elite Youth Academy, me qëllimin për të zhvilluar që në moshë të re elementët premtues për të ardhmen. All'inizio, quando il nostro presidente ci ha chiesto e ci ha quasi ordinato di sviluppare questo progetto, il nostro pensiero è stato subito andare alla ricerca di chi avesse più esperienza di noi e quindi abbiamo trovato per esempio degli ottimi alleati, degli ottimi amici come la Federazione della Georgia, che già avevano sviluppato questo progetto in passato, e così insieme a loro abbiamo iniziato a buttare le prime basi per costruire quello che oggi è il progetto attuale. Sicuramente le difficoltà non erano tanto legate al gioco, ma in tutta l'organizzazione, dal convitto, dalla mensa, dalla scuola, quindi dalla vita quotidiana. E tutto questo ci ha portato a doverci confrontare anche con altri paesi, con altre realtà. È un progetto difficile, proprio per questo sono pochissimi paesi che sviluppano il progetto, ma è un percorso per noi molto affascinante. Kur dëgjova për projekt UEFA Elite Youth Academy, mendova që është një projekt që i duhet Shqipërisë dhe normalisht unë kam qenë, domethënë, ku është propozuar emrin tim, unë domethënë kam qenë krenar për të jetë pjesë e këtë projekti. Për sa i përket trajnerëve, stafit që merret me sportistat, ne merrem me programet me ndërtimin e seancave stërvitore gjatë kohës. Kurse sportistat pastaj kanë një trajtim ndryshe, janë të grumbulluar bashkë, flenë bashkë, në konvikte, ushqejnë bashkë, shkojnë në shkollë. Bashkë pastaj stërviten 4 herë në javë nga ne. Kjo është pak a shumë e përditshme. Mundohemi të shikojmë ecurinë në periudha të ndryshme. Edhe mendoj që ka vajt mirë deri tani, gati është viti i dytë që ka fillu projekti. Ne jemi pothuajse çdo ditë, është ndryshe nga ekipet kombëtare që kanë qenë më parë që bënin vetëm grumbullimet për sa i përket ndeshjes, kurse tani ne kemi pothuajse gjithë vitin, kemi mundësi të monitorojmë më mirë, kemi mundësi të punojmë me detaje për të rritur në ato probleme individuale që ata kanë. Dhe mendoj që është okay, ka vajt mirë në raport me vitin e kaluar. Nel momento in cui il nostro Presidente ha deciso che questo progetto doveva partire a settembre 2024, i tempi erano talmente brevi che abbiamo iniziato subito a creare dei piani di lavoro che ci hanno portato a scegliere i migliori giocatori, scegliere lo staff, scegliere la scuola, il convitto dove i ragazzi potessero vivere, e anche scegliere il personale, perché i ragazzi hanno anche bisogno di tutor che vivono con loro, di insegnanti per il dopo scuola, di psicologhe che li possono aiutare nei momenti di svago, ma soprattutto nei momenti, perché sono ancora bambini molto giovani, quei momenti che magari la famiglia o l'assenza della famiglia o la lontananza della famiglia può pesare nella testa di un bambino. Bazuar në programin e UEFA-s, Federata Shqiptare e Futbollit është kujdesur që të ndërtojë një strukturë të plotë për të përkujdesur për 55 futbollistë të përzgjedhur të datëlindjeve 2010 dhe 2011. Në projektin 4 vjeçar, pritet që këta lojtarë të jenë pjesë e një kujdesi dhe kurimi profesional bazuar në metodat më bashkëkohore. Ky projekt është ideuar që të plotësojë ciklin e tij të parë deri në qershorin e vitit 2028, me synimin që futbollistët të jenë gati për të nisur rrugtimin e tyre si futbollist profesionist. Një ide e mirë për të zhvilluar futbollin në vend, për të krijuar një atmosferë shumë mirë me fëmijët, për të krijuar një empati me ta. Ata pothuajse rinë në 5 ditë gjatë gjithë kohës bashkë dhe është më e lehtë në të ardhmen për të funksionuar si një grup. E dim që sporti është një lojë kolektive, ku në grupi është, si më thënë, forca e parë për të arritur suksesin. Edhe mendoj që, ose le të themi që UEFA ka bërë gjën më të mirë, sidomos për këto vendet e vogla, është diçka fantastike.
Në këtë projekt janë përzgjedhur elementet më të spikatur të futbollit në vend, duke ndërtuar një grup elitar që shihen si element që në të ardhmen do i shërbejnë skuadrës përfaqësuese. Lucia Gjini është përgjegjësia e këtij grupi talentesh, e cila është gjithnjë pranë tyre. Fëmijët janë e ardhmja e futbollit shqiptar dhe ku ka më mirë se në këtë akademi ku janë përzgjedhur talent që vërtet e duan futbollin, që të na përfaqësojnë dinjësisht shumë shpejt në ekipin kombëtar tonin. Ndihem shumë mirë tek ky projekti sepse jam pranë fëmijëve që duan futbollin, pranë talenteve që janë përzgjedhur që të jenë me të vërtet talentet e së ardhmës, që ato të nesër neve do na bëjnë shumë krenar kur t'i shohim në stadiume duke luajtur për kombëtarën tonë. Questo progetto ci dà la possibilità di lavorare su due piani. Uno che migliora sicuramente l'individuo, cioè il calciatore che poi giocherà in nazionale. Dall'altra parte quello di essere anche un esempio per le altre academy, perché lavorare con una metodologia precisa, specifica, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista della performance, del goalkeeper, del match analisi, creare delle sessioni di allenamento mirate o con degli obiettivi. Anche questo può essere un esempio per le accademie locali e soprattutto creare un percorso con dei cicli o dei microcicli ma anche con dei macrocicli che possono essere un esempio di come un'academy deve lavorare non tanto vivendo il presente ma soprattutto lavorare per creare un ottimo futuro. Që nga idejimi, ka kaluar një vit dhe gjërat kanë ndryshuar ndjeshëm. Lojtarët tashmë kanë fituar eksperiencë dhe kanë kuptuar më mirë se çfarë rrugë kanë nisur. Eksperienca e fituar ka nisur të shërbejë, ndërsa tani ndërrojnë që të kenë një të ardhme të madhe, që një ditë të jenë ata që përfaqësojnë kombin dhe ta udhëheqin në sukseset që të gjithë dëshirojmë. Viti i parë me Elite Youth Development Academy ishte shumë mirë. Eksperiencia ishte shumë e bukur dhe më ka pëlqyer shumë. Stërvitja me intensitet lartë, trajnerët shumë mirë, fushat shumë mira, çdo gjë shumë mirë. Eksperienca në këtë vit e Elite Youth Academy ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua, ku jam stërvitur me një staf të mrekullueshëm dhe kemi bërë një stërvitje mjaft të bukur. Gjatë këtij viti mua më ka pëlqyer shumë stërvitja, se ka qenë shumë e bukur dhe ka pasur shumë argëtim brenda, plus ka pasur edhe shumë intensitet dhe më ka pëlqyer edhe pjesa kur kemi qëndruar me çunat në hotel, ku kemi pasur lojra dhe argëtime. Viti i parë i Elite Youth Academy konsiderohet mjaft i suksesshëm, referuar ecurisë që kanë patur lojtarët e përzgjedhur. Natyrisht që hapat e parë janë gjithnjë më të vështirë, por vetë drejtuesit e këtij projekti e pranojnë që gjithçka ka shkuar sipas planit dhe pritshmëritë kanë ardhur gjithnjë duke u rritur. Kanë rritje, janë përmirësuar shumë, po them, raport në të gjitha aspektet teknike, inteligjencë loje, përgatitje fizike. Në gjitha komponentet po të thëse janë në zhvillim, sipas testeve që kemi bërë edhe gjatë ndeshjeve, sipas vëzhgimeve, tregon që ata kanë rritje. Janë lojtarë cilësorë, ke klubet e veta ku shkojnë bien në sy për performancën. Do kemi parasysh që janë fëmijë që vinë nga nuk janë vetëm nga Tirana, po vinë nga qytetet e tjera të brenda Shqipërisë. Edhe 2 muajt e parë kanë qenë 2 muaj adaptim, themi, edhe pastaj kemi nisur program, do të thënë 100%. Në fillim ka qenë një familiarizimi me ambientin. Ndërkohë, për aspekti teknik, taktik, ne po ndjegim një program edhe objektivat që janë vendosur nga drejtoria teknike federatën tonë, normalisht bashkë me objektivat që janë nga UEFA. Janë 55 fëmijë të talentuar ku janë akomoduar tek konvikti
i shkollës Bernardina Qeraxhia në Durrës, ku gjithashtu ato bëjnë dhe shkollën aty, janë hapur 2 klasa të veçanta për këto 2 grup mosha, ku ato zhvillojnë mësimin, kanë një program si me thënë, nuk kanë kohë pushimi shumë gjatë, ku ato të dalin të argëtojnë me shokët, ato kanë thjesht njëri tjetrin, fushën dhe shkollën. La stagione è finita, secondo il mio punto di vista, molto bene, perché i ragazzi quasi tutti sono stati promossi a scuola con degli ottimi voti e questo ci fa molto piacere. Dal punto di vista anche del comportamento inconvitto a scuola è stato tutto molto positivo, ma anche dal punto di vista tecnico siamo soddisfatti perché i ragazzi sono cresciuti moltissimo, soprattutto dal punto di vista tecnica individuale e di tattica individuale, che questo era il nostro obiettivo della prima stagione. Jam stërvitur shumë herë me ta, ishte një kënaqësi e veçantë për mua stërvitesha me ta, sepse ishte një grup që çdo ushtrim që ti thoja, ata e merrshin shumë shpejt, pra e merrshin shumë shpejt informacionin, sepse kishin kohë që ishin bashkë dhe punojnë me një program të caktuar nga drejtoria teknike sportive e Federatës Futbollit dhe është më e thjeshtë punosh me këta. Imagjino, domethënë mbas disa viteve sa e thjesht akoma do të jetë për të funksionuar në grup dhe për të krijuar një lloj strategji ose taktike me këta, sa shpejt do ta thithin ata atë gjë. Qëllimi është ky që futbolli shqiptar të përfitojë nga kjo, duke u nisë edhe nga ata përvojat e vendeve tjera. Gjorgjia është një nga ekipet që ka prodhuar disa lojtarë në raport me këtë projekt dhe mendojmë që do prodhojmë disa lojtarë cilësor, mendoj. Shikojmë tani se është periudhë edhe për ne është fillimi edhe akoma nuk dim se çfarë do ndodhi në perspektivë, ama pritshmëritë janë shumë të mira. Kemi që tani, për shembull, ka 2-3 lojtarë nga ne që Kavaja për shembull ka marrë një nga lojtarët që ne kishim projekt, ka bërë kontratë me ekipin e parë. Dhe disa lojtarë nga Flamurtari kanë kaluar te Partizani, pra lëvizjet të vogla për disa individ që tani kanë filluar të ndjehen. Dallojnë në raport me pjesën tjetër. Gjatë sezonit të parë, Elite Youth Academy ka patur mundësinë që të testojë veten me skuadra të ndryshme në vend, sigurisht që përgatitja e tyre është një proces që kërkon kohë, përkushtim dhe shumë vullnet, por deri më tani rezultatet kanë qenë të kënaqshme. I bën mirë faktikisht dhe vendeve të vogla, sepse ne nuk kemi, le të themi, infrastrukturën e duhur siç e kanë vendet e mëdha, por kemi një infrastrukturë modeste të mirë dhe këta kur janë gjatë gjithë kohës bashkë, atëherë mendoj që do të jetë do të kemi shumë benefite për ekipin kombëtar, patjetër që ajo është gjëja kryesore që këta, po edhe lojtarët në përgjithësi vetë do të rriten jashtëzakonisht shumë për të vajtur për të luajtur në ekipe të mira europiane. Thelbësor në këtë projekt është bashkëpunimi me akademitë e tjera në Shqipëri, pasi janë pikërisht ata të cilët do të furnizojnë me elementet më premtues Elite Youth Academy. Puna për të evidentuar elementet më të përshtatshëm për të bërë pjesë e këtij grupi të veçantë kërkon një angazhim të vazhdueshëm, pasi duhet një monitorim i çdo futbollisti në akademitë në vend, në mënyrë që askush të mos e humbas mundësinë për të qenë pjesë e Elite Youth Academy. Bashkë me ndeshjen, bashkë me një seancë që ata bëjnë me ekipin e vet, bën rreth 8 seanca në javë, që nëpër akademitë e veta nuk i kapin dot. 4 deri 5 herë në javë bëjnë nëpër akademi, këtu bëjnë edhe 3 seanca plus. Plus jo është çik edhe ndarë në detaje. Kemi preparator atletik, kemi trajner portierësh, kemi staf mjekësor që merret me ushqimin, ka diferenca me atë. Baza materiale është më e mirë, fushat është më e mirë, orari është kozjatja, ne punojmë gati 2 orë në çdo seancë, kurse nëpër ekipet e veta punojnë 1 orë gjys, po e kapën dot. Ka diferenca. Veçanta është edhe mënyra si është ndërtuar projekti, do thotë që përveç se aspekti teknik, fëmijët bashkë jeton një eksperiencë të ndryshe nga akademiat e tjera, sepse jeton 24 orë bashkë, nga mëngjesi te procesi mesimore, dreka, stërvitja edhe mësimet pas, edhe momentet argëtim, domethënë momenti relax pas gjithë aktiviteteve. Prandaj mendoj që këto lloj projekti afrohet sa më shumë te një jeta profesioniste, po themi, që po përgatit
këto fëmijët në të ardhshme për një jetë si profesionist. Mendoj që janë rritur goxhati, prodhojnë lojë mirë, kanë mendim loje, kanë rritur inteligjencë, teknikisht janë përmirësuar pothuajse të gjithë. Që mendoj që është punë shumë më e mirë në raport me stërvitjet që ata bëjnë nëpër akademitë e veta. Është çdo gjë speciale, baza materiale, fusha, ushqimi, regjimi, janë të lidhura të gjitha bashkë, të gjitha ndikojnë pastaj në rritjen e performancës. Futbolli kërkon talent, por mbi të gjitha shumë punë, përgatitje intensive, vullnet të pakufishëm dhe motivim të përditshëm. Gjërat bëhen më të thjeshta në momentin kur përgatitjet fillojnë që në moshën më të hershme. Ndaj nisja e projektit Elite Youth Academy ka në thelb pikërisht kultivimin e edukatës sportive e jo vetëm të leksioneve praktike në fushën e futbollit. Për mua është viti i parë që marr pjesë në Elite Youth Academy si trajner i portierëve. Kushtet e stërvitjes janë shumë mira, edhe stërvitja edhe programet që ne kemi, domethënë Federata Shqiptare e Futbollit për zhvillimin e sektorit të portierëve, është një program shumë i detajuar dhe shumë i mirë në zhvillimin e portierëve të rinj sot. Ne kemi rreth 7 portierë këtu në akademi, 3 të ditëlindjes 2012, 2 të ditëlindjes 2011 dhe 2 të ditëlindjes 2010, të zgjedhur dhe të seleksionuar nga trajnerët më të mirë të sektorit të portierëve. Mendoj që ishte shumë e domosdoshme ngritja një akademive të tillë, sepse do shërbej edhe si një katalizator për të gjithë fëmijët e tjerë që të kenë dëshirë dhe pasionin për të bashkuar kësaj akademie. Duke pas parasysh që ne në tetorin e vitit kaluar bëm dhe një turne dhe rezultatet ishin të kënaqshme, ishin shumë pozitive. Mendoj që vazhdimësia e stërvitshmërisë të përditshme me këta fëmijë, mendoj që do kemi një zhvillim më cilësor në aspektin si fizik dhe taktik të këtyre fëmijëve. Kultura sportive është një disiplinë specifike, e cila është e barazvlepshme me një shkollë më vete, që i ndihmon lojtarët të zhvillohen në shumë aspekte, si për punën në grup apo dhe për zhvillimin social. Janë hapur 2 klasa të veçanta për këto 2 grup mosha, për grup moshën U15 dhe U14, që të cilët studiojnë në shkollë. Ato e kanë programin zgjohen në mëngjes, ushqen tek menza, marrin çantat, shkojnë direkt në shkollë, kanë deri në orën 1:15 janë që studiojnë në shkollë, pastaj në orën 1:30 kanë ushqimin e drekës, mbas ushqimit të drekës vjen orari i stërvitjes që është në orën 3. Dhe gjitha kjo me fjalë i ndihmon ato që të jenë me njëri tjetrin, të stërviten bashkë, ta njohin njëri tjetrin shumë mirë, sepse kjo është diçka që qofse ato e njohin mirë njëri tjetrin, sjell edhe rezultate të mira si në fushë për edhe jashtë saj. Në përgjithësi mirë kemi vajtur. Këta kanë bërë vjet rreth 30 ca ndeshje në total. Kanë fituar gati 28, kanë humbur vetëm 2. Për sa i përket performancës, në të gjitha ndeshjet kanë bërë performanca të mira. Kanë luajtur mirë, kanë prodhuar futboll të mirë, ndërtim loje nga poshtë. Të gjithë marrin pjesë në aksion, të gjithë mbrojnë mirë. Është tjetër gjë kur i ke bashkë, është pothuajse një ekip, është si një ekip akademie, kurse kombëtarja në raport këtë vit me vitet më përpara, ky është diferenca që tani këta njihen njëri tjetrin, dinë lojën e njëri tjetrit e prodhojnë futboll më të mirë, po them. Kurse në vitet e përparshme 3 ditë, 4 ditë grumbullim ishte kohë e vogël për me njësu grupin që të luajtë në të njëjtën mënyrë. Ndjehen më mirë, nuk diskutohet, rrin bashkë gjithkohës. Janë më mirë. Për sa i përket lojës po flasëm. Kanë rrjedhshmëri në aksione, njohin shumë mirë njëri tjetrin, dinë çfarë kërkojnë. Mendoj që është shumë pozitive tani perspektivën ta shikojmë. Kemi fushën dhe palestrën afër, që mund të zhvillojmë stërvitjet. Mund të fillojmë me palestre, mund dalim edhe në fushë. Kushtet janë shumë mira për akomodimin dhe stërvitshmërinë e portierëve, unë po flas për rolin e portierit. Edhe me programet që kemi nga Federata Shqiptare e Futbollit në zhvillimin e sektorëve, besoj se po bëhet një punë mirë. Besojmë se ky brez do eci, do ketë në ardhme për portën shqiptare.
Elite Youth Academy ka shkuar në gjysmën e rrugës, ndërsa tashmë vjen dhe momenti më decisiv, pasi është mosha më delikate për fëmijët për të bërë zgjedhjet e tyre. Me përgatitjet e deritanishme, ata e kanë kuptuar se në çfarë rruge janë përfshirë. Drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit i kanë përshtatur deri në detaje udhëzimet e UEFA-s për të qenë në një ritëm bashkëkohor dhe për të respektuar standardet e ndërtuara nga Qeveria Europiane e Futbollit. Da settembre 2025 inizierà la seconda stagione e quindi anche per i nostri allenatori sarà un pochettino più complicato perché avranno altri obiettivi, perché la formazione dei giocatori deve essere sempre più ampia, quindi si passerà da un lavoro individuale a un lavoro di coppia o di reparto e quindi si intensificheranno anche quelli che sono oltre agli allenamenti anche dei meeting e l'utilizzo della videoanalisi sarà un ottimo elemento per aiutare i ragazzi a conoscere quelli che sono gli obiettivi dei giocatori nei vari ruoli. Objektivi i këtij projekti është që disa elemente, shpresojmë sa më shumë, të jenë furnizimi për kombëtare e madhe tonë. Edhe prandaj nga ne kemi në total rreth 55 fëmijë që janë pjesë e projekti, edhe do punojmë maksimalisht për të qojë sa më lartë, duke rritur nga ana cilësore, po themi, sa më shumë elemente. Ky grup është përzgjedhur në bazë të një seleksionimi profesional dhe mendoj që me një stërvitshmëri të përditshme dhe të specializuar, mendoj që ky grup do ketë progres të madh. E ardhmja duket premtuese, me vetë futbollistët, të cilët arrin të bëjnë diferencën me ndryshimin e nivelit dhe programit të stërvitjes nga klubet e tyre në Elite Youth Academy. Eksperienca ime për vitin e parë në Elite Youth ka qenë mrekullueshme, domethënë, stafi është i shkëlqyeshëm. Kemi stërvitje që bëjmë me lojtarët më të mirë të domethënë gjithë Shqipërisë dhe kemi bazën materiale që na duhet. Kemi edhe ritmin e stërvitjes që mund të na ngrejë domethënë. Besoj se do të shkojmë shumë lart, qoftë stërvitemi dhe përkushtojmë të stërvitja, besoj se do të shkojmë në një nivel shumë të lartë. Edhe unë mendoj se do shkojmë në nivel shumë të lartë, duke arritur të kapim kombëtare na. Kjo është rruga e duhur për të arritur qëllimet. Gjithë duan të shkojmë te kombëtarja, gjithë e kanë, domethënë, në ëndër të shkojnë ta veshin atë fanell, ashtu e kemi edhe ne. Besoj se kjo është rruga e duhur. Kam qëllim që t'i bëj prindërit e mi kënaqë dhe të luaj për këtë stim këtu. Në këndvështrimin e trajnerit të Shqipërisë U21 Alban Bushit, Elite Youth Academy ka element që në një të ardhme jo shumë të largët, ekipet e moshave të Shqipërisë do të kenë si brum kryesor pikërisht elementet e kësaj akademie. Unë mendoj që e kemi të sigurt, kemi një brez mirë, le të themi ata janë grupe, le të themi që janë 17-18 veta, por e sigur do me thënë jam një bindur 100% që 5-6 lojtarë do të dalin shumë të mirë për ekipin kombëtar A, po imagjinoni që çdo vit, mbas disa viteve, kur ata të rriten pra brez mas brezi, të dalin 4-5 lojtarë për ekipin A, është një gjë shumë e mirë për të rritur futbollin në vend, futbollin përgjithësi në Europë, po edhe në botë. Pra UEFA ka një strategji fantastike dhe e përgëzoj për këtë lloj strategjie që ka marrë sepse i ndihmon shumë klubet, i ndihmon shumë shtetet, le të them. Noi oggi abbiamo solo la volontà di lavorare tantissimo, ma proprio perché la nostra missione è quella di creare giocatori per il futuro, giocatori che possono domani essere giocatori della Nazionale A. E ardhmja duket në duar të sigurta.